5 të punësuar shqiptar janë larguar nga puna në Ministrinë për Marrëdhënien ndërmjet bashkësive. Për këtë reagoi opozitari ABDI, duke thënë se procedura disiplinore është zhvilluar jashtë afateve ligjore dhe pa prova të mjaftueshme për përgjegjësi individuale. Sipas tyre, masa e ndërprerjes së marrëdhënies së punës është jo proporcionale dhe lë hapësirë për dyshime mbi arbitraritet në vendimarrje. BDI kërkon publikimin e plotë të gjitha procedurave dhe vendimeve që kanë quar në këto largime. Hetim institucional për respektimin e procedurave ligjore në këtë rast, rishqyrtim të mënjëhershëm të vendimit në përputhje me ligjin dhe standardet e administratës publike. Kur një minister merr vendime pa respektuar afatet ligjore, pa prova të qëndrueshme dhe me pasoja ekstreme për qytetarët, sipas BDI-s, kemi të bëjmë me arbitraritet. Nga Ministria për Marrëdhënien ndërmjet bashkësive drejtuar nga Ivan Stojulković u kundërpërgjigjen ndaj akuzave të integristëve, duke thënë se përpjekja që kjo procedurë të paraqitet si çështje drejtnike apo politike është plotësisht e pabazuar. Theksojnë se ministria ka vepruar në përputhje me kushtetutën dhe ligjet, duke respektuar parimet e barazisë dhe mosdiskriminimit. Nuk bëhet fjalë për diskriminim as për veprime selektive ose të motivuara politikisht, por për akte të miratuara ligjërisht për ndërprerjen e marrëdhënies së punës së nënpunësve administrativ. Për shkak të shkeljes së konstatuar të rregullave të punës, disiplinës dhe dëmtimit të reputacionit të ministrisë në përputhje me rregulloret ligjore dhe nënligjore në fuqi. Televizioni 21 drejtoi pyetje tek Ministria për të sqaruar arsyet e largimit të 5 punonjësve dhe se çfarë do të ndodhë më tej, por nuk morën përgjigje.